Shqipëria përjetoi një rritje të ndjeshme të çmimeve të apartamenteve gjatë vitit 2024, duke u renditur ndër vendet me shtrenjtimin më të madh në Europë. Çmimi mesatar i apartamenteve arriti në mbi 1.600 euro për metër katror, me një rritje prej rreth 16%. Kjo situatë e ka vendosur vendin tonë në një pozicion të lartë krahasuar me shtetet e tjera europiane, ku vetëm disa vende kanë patur rritje më të madhe çmimesh. Qytetet kryesore si Tirana dhe Vlora kanë pësuar rritje të mëdha të çmimeve të pasurive të paluajtshme. Në Tiranë çmimi mesatar është rreth 2.000 euro për metër katror, ndërsa në Vlorë çmimet kanë arritur deri në 2.400 euro për metër katror. Kjo rritje është nxitur edhe nga zhvillimi i sektorit të turizmit dhe investimet e rëndësishme infrastrukturore, si ndërtimi i aeroportit të Vlorës dhe projekti i bypassit që lehtëson lidhjet rrugore në qytet. Shqipëria po përballet me sfida të mëdha për të siguruar mundësi strehimi që i përgjigjen nevojave të shumicës së popullsisë.